Gerta, të përshëndes. Kemi rezultate, cili është trendi për sa i përket procesit të numërimit votave për kandidatët në KZAZ-n ku ti e vendosur. Habi, sa po ka nisur numërimi i votave preferenciale të kandidatëve, sa po janë hapur kutit e para për të numëruar në këtë mënyrë votat e kandidatëve dhe ende nuk kemi rezultatet e para të këtyre kutive pasi sa po janë hapur. Kujtojmë se numërimi i votave për subjektet politike në të KZAZ mbaroi mbrëm në mesnatë, ndërkohë që tashmë rreth orës 15 numëruesit erdhën sërish në KZAZ për të rinisur numërimin e votave preferenciale. Dua të kujtojmë edhe një herë se kjo është njësia 5, pra është një nga njësitë me peshën më të madhe elektorale në Tiranë dhe sigurisht që gara mes kandidatëve brenda llojit tashmë është e fortë në këtë njësi, të cilët në fakt edhe numërimin e votave në këtë KZAZ e ndjekin nga afër edhe kandidatët e subjekteve politike. Është një proces i gjatë, duhet thënë, janë 96 kuti që do të numërohen për të përcaktuar dhe për të nxjerrë në këtë mënyrë dhe rezultatet për kandidatët në njësinë 5.